Kolegu Xhevair Xhabina është me mua në studio për të folur më gjerësisht mbi këto zhvillime. Xhevair, kënaqësi si gjithnjë. Mirë gjeta sebi. Për të ndalur pak tek seanca ndaj ish-presidentit Ilir Meta, për ta sqaruar dhe për qytetarët në ç'fazë është gjykimi për ish-presidentin. Sot ishte seanca e parë e gjyqit në themel për ish-presidentin Meta, për ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, Emma Çokun, Piro Xhixhon, të cilët bashkë edhe me maman e Monika Kryemadhi, të cilët për prokurin dyshohet se janë pjesë e një skeme korupcioni dhe pastrimi parave, të cilat vinin si shkak i pushtetit politik që kishte Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Sot seanca u shty për një moment procedurial, pasi avokatja e mamas Monika Kryemadhit nuk kishte një prokur të lishme sipas gjykatës që ta përfaqësonte atë në këtë fazë të gjykimit, kështu që për këtë arsye seanca u shty në datën 11 maj, ku pritet që avokatja të ketë përfaqësimin e duhur ligjor në gjykatë për të bërë të gjitha kërkesat e saj ligjore për të pandehurën. Megjithatë, ajo që mori më shumë vëmendje sot sigurisht që ishte paraqitja e Ilir Metës në publik më shumë se 2 vite, ndoshta pak më shumë se 1 vit e gjysmë, kështu që u pa me interes për shkak edhe deklaratave që ai bëri në seancë. Çfarë deklaratash bëri Meta në seancë? Po, sigurisht që ai vazhdoi të tregojë dhe të thotë që është Ilir Meta i popullit të 2 marsit, kështu që gjithë kjo nismë ligjore e prokurisë së posaçme dhe ky angazhim i prokurisë dhe gjykatës së posaçme është politik, dhe për këtë arsye ai është në kushte të favorshme sipas tij dhe duhet gjykata dhe prokuria sipas tij janë në kushte të pafavorshme, pasi atyre u duhet të provojnë një akuzë që sipas tij kjo nuk qëndron. Sa vite burg rrezikon? Edhe a është e njëjta akuzë edhe për zonjën Kryemadhi dhe për zotin Meta? Akuza në fakt është e rëndë për shkak të marzhit të lartë të dënimit që ka në kodin penal, kështu që jemi përballë veprës penale të korrupsionit pasiv, pastrimit parave, që akuzat të cilat shkojnë deri në ndoshta pak më shumë se 10 vite heqje lirie, duke qenë që jemi në dienin time do të jetë një proces ku zonja Kryemadhi dhe Ilir Meta nuk kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, çka do të thotë që ata do të shkojnë drejt për drejt, duke mos përfituar nga gjykimi i shkurtuar që do të cilte automatikisht uljen e dënimit me 1/3. Do të jetë një proces në këndvështrimin tim i gjatë për shkak se prokuroria do të sjellë provat e saj, do të ketë një numër të madh dëshmitarë sipas prokurorit të kësaj çështje Sotir Klapi, do të thirren të gjithë dhe do të ketë seanca maraton. U caktua që ky gjyq do të jetë i përjavshëm, çdo ditë të hënë në gjykatën e posaçme do të zhvillohet procesi gjyqësor në orën 11, por vetëm radha tjetër do të është caktuar data 11 për shkak të disa kërkesave që janë bërë edhe nga avokati Monika Kryemadhit, por edhe nga vetë Kryemadhi për të pasur të mundur që të ketë të gjitha provat në dispozicion, pasi u ngrit pretendimi që prokurori nuk i kishte dhënë disa prova që kishin të bënin me ekspertimin e telefonit të saj, dhe gjykata kërkoi nga prokuroria që të ndiheshin në dispozicion. A ka ndonjë afat sa zgjat një gjyq? Po varet, Sebastian, se nuk është që është e prerë me thik se sa mund zgjas një proces gjyqësor, sepse varet nga dinamika, varet nga dëshmitarët që do të vinë, varet nga provat që kanë për të shqyrtuar, kanë për të sjell palët, kështu që nuk mund ta thuash, por duke patur parasysh që për shembull avokati zotit Meta ka ngritur pretendimin që ligjet në këtë parlament votohen me 140 deputet, apo me 70 apo me 80 deputet sa kanë votuar ligjin për ndryshimin e një ligji që ka të bëjë me minierat në Shqipëri, për cilat prokuria thotë që Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta kanë ndikuar që ky ligj miratohet. Kështu që nëse ai ligj është votuar me 70 deputet apo 75 deputet, sigurisht që është në drejtën e avokatit për të thirrur të gjithë deputetët dhe për t'i pyetur nëse kanë pasur ndikim për ta votuar këtë ligj. Kështu që po duke patur parasysh eksperienca të tjera të mëparshme, por kam përshtypjen që askush nuk mund t'i bëjë llogarit në këtë fazë, pasi jemi
përballë një precedenti që nuk e kishim masur deri tani në sistemin e drejtësisë, sepse asnjëherë më parë nuk kishim parë figura të tilla politike të pandehur në gjykatën e posaçme, kështu që askush nuk e di se cilat do të jenë kërkesat e tyre dhe mendoj që mund të ketë gjyq dhe procese që mund zgjasin 1 vit e gjysmë apo 2 vite, kështu që mbetet për të parë. Edhe për të ndalur pak edhe ajo një koment i shkurtër, mbyllur në kafaz të avokati, nuk ndodh, nuk ka pse të ndodh, është diskriminim, është thjesht çështje procedure që e shohim ish-presidentin në kafaz, apo është diskriminim, siç thot avokati? Po kam përshtypjen që të gjithë të pandehurit që janë në gjykatën e posaçme kanë këtë lloj trajtimi, a do të ishte më njerëzore dhe më dinjitetshme që këta pandehur të uleshin së bashku me avokatin e tyre, sigurisht që ndoshta po, por në djenin time kjo ka qenë problematikë edhe gjykata, ka ngritur këtë problematikë dhe gjykata europiane, gjykata e Strasburgut, dhe ka kërkuar nga autoritetet tona që të vendosen kushte më të favorshme të pandehurit, duke hequr atë kafazin e famshëm, pasi disa kohë më përpara aty ku sot është zoti Meta, kishim një kafaz me hekura. Kështu që kjo është reflektuar nga ana e gjykatës së posaçme, është hequr ai kafaz dhe është vendosur një fasad xhami, por mbetet për të parë, për të sqaruar nga juristët apo nga aktivistët e drejtave të njerëzit, nëse kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të njerëzit në këtë rast, por në këndvështrimin tim do të ishte udhës që i pandehurit të ulej së bashku me avokatin e tij për të bërë të mundur një mbrojtje sa më efektive. Xhevi, kreu i SPAK-ut raportoi ditën e sotme pranë KLP-s. U ndal në një pjesë, e kishim edhe në material, tek sekuestrimi i pasurive apo ajo që ai e quajti ndjekja e parave. Çfarë po ndodh me këtë fenomen, me këtë situash që është në themel të goditjes së krimit të organizuar dhe të korrupsionit? Po, kam përshtypjen që raportimi i sotëm po themi zotit Brau, më shumë ka të bëjë me punën që ka bërë institucioni gjatë kohës që ai u drejtua nga Altin Dumani, dhe sigurisht që atij takon që ta mbrojë punën e prokurisë së posaçme, pasi është pjesë e kësaj prokurie prej 6 vitesh dhe tashmë ka cilësinë e drejtuesit të saj, por hetimi pasuror nuk është ajo gjëja me cilën SPAK-u duhet krenohet, pasi ne jemi në vitin e 6 të jetës së prokurisë së posaçme dhe kemi parë që hetimi pasuror, kur vjen puna te konfiskimi, ka shumë pak produkt. Vetë prokuria e posaçme e pranon këtë gjë, për shembull në raportin e fundit, në raport me pasurinë e sekuestruar dhe atë të konfiskuar ka një diferencë shumë të madhe. Nëse SPAK-u kishte sekuestruar këtë vitin që lan pas 45 milion euro asete dhe para të krimit organizuar dhe korrupsionit, vetëm 4% e tyre është përkthyer në konfiskim. Diku tek 2 milion euro, 1.9 milion euro, sa i takon pasurive të sekuestruar, të konfiskuara të krimit organizuar, ndërsa kur vjen puna tek korrupsioni dhe sidomos ai zyrtarëve të lartë, SPAK-u ka nivele të papërfillshme e konfiskimi, vetëm 100.000 euro gjatë vitit që lan pas. Kështu që tani ne kemi një perceptim të gabuar mbi pasuritë e krimit organizuar dhe korrupsionit në këtë vend, ose prokuria e posaçme duhet bëj një punë më të mirë për të faktuar se kjo ekonomi ka një varësi shumë të madhe ndaj parave që vijnë nga krimi organizuar dhe korrupsioni, sepse ne shumë shpesh ja veshim këtë pastrimin e parave dhe produktet kriminale kryesisht trafiku të kokainës, por në këndvështrimin tim paratë të cilat korrupsioni sjell në ekonominë shqiptare janë po aq të rëndësishme sa paratë e trafikut të kokainës. U fol për kriptovaluta, grupet kriminale qarkullojnë kriptovaluta në Shqipëri? Qarkullojnë, dhe kjo është e faktuar nga disa hetime që ka pasur prokuria e posaçme, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse një gjë e mirë që është zbuluar nga prokuria e posaçme, se në fund fare ne e dim që grupet kriminale shqiptare mund të lëvizin pasuritë e tyre edhe në kriptovaluta, por se thash edhe një herë, në raport me dosjet të cilat ne kemi lexuar nga ana e prokurisë së posaçme, ku nivelet e trafikut të grupeve shqiptare arrin
në qindra miliona euro për një grup të caktuar kriminal dhe ti të sekuestrosh 12 miliona asete në kriptovaluta për një grup të strukturuar kriminal, atëherë kam përshtypjen që nuk jemi gjëkundi me hetimin pasuror. Në emisionin Kronos, për qytetarët që ju ndjekin, ju keni trajtuar shpeshherë disa prej këtyre temave që janë shumë të rëndësishme dhe me interes të lartë qytetar. Kisha një pyetje në këtë aspekt. Përdoret shpesh ligji antimafia, thonë që është shumë i mirë, thonë që në Itali ka dhënë shumë efekte, këtu e kemi kopjuar, le të themi, gërm për gërm deri diku. E përdorim shpesh këtë ligjin, pse nuk shkojmë dot tek ndjekja e paras? Po, kam përshtypjen, në këndvështrimin tim ka një problem shumë të madh hetimi pasuror, sidomos nga ana e prokurisë së posaçme, por dhe prokurive tjera. Në këtë rast po flasim për SPAK-un, duke qenë se kjo është tema, por pjesë e hetimit pasuror janë dhe prokuritë e tjera. Kryesisht hetimi pasuror në Shqipëri është i fokusuar drejt individit, nuk shkon drejt pasurisë. Çka dua të them, kam përshtypjen që hetimi pasuror në Shqipëri është më shumë sensacion se sa hetim, sepse prokurorët në përgjithësi në Shqipëri mjaftohen me një hetim administrativ, çfarë ndodh? Mjaftojnë duke dërguar shkresa në ASHK, në kadastër, në tatime, në dogana apo institucione të tjera dhe nuk kemi një hetim proaktiv vetë të prokurisë së posaçme, çka do të thotë që të përgjoj, të vëzhgoj këta persona të cilët i dyshon të lidhur me krimin organizuar, por edhe me korrupsionin. Kështu që ky është një problem që ka prokuria. Të gjitha prokuritë, nuk po flas vetëm për SPAK-un. Pastaj vim tek ligji antimafia, i cili nuk është nga ato ligje të cilat aplikohet shpesh nga prokuria e posaçme kur vjen puna tek sekuestrimi apo konfiskimi. Më shumë kemi parë që sekuestrohen dhe konfiskohen para me kodin e procedurës penale apo me ligjin e forca e ligjit, operacioni i famshëm forca e ligjit, me cilët prokuria e posaçme ka pasur një lloj produkti. Kështu që ajo që del në këndvështrimin tim si konkluzion është që prokuria e posaçme her pas here duhet ndihmohet, po them edhe nga institucione të tjera, sigurisht me nisma ligjore të ndryshme për të pasur një lloj qasje tjetër kur vjen puna tek hetimi pasuror, por në fund fare janë shifrat ato që flasin dhe shifrat janë konkfort, kështu që nuk janë konkfort. Sekuestrimet në raport, po them, me atë çfarë ne dyshojmë që pastrohet në Shqipëri janë sërish të ulta, por më të ulta janë konfiskimet dhe i bëjnë të papërfillshme në raport me paratë të cilat pastrohen në ekonominë e këtij vendi. 40 milion euro asete kishim pak ditë më parë sekuestruar për grupin e dyshuar të strukturuar kriminal të Akshit. Po hetohen me antimafian, po hetohen me kodin e procedurës penale dhe kemi pasur akuza dhe kundër akuza politike së fundmi. Çfarë po ndodh? Po, ky është nga ato operacione i cili në fakt duhet përshëndetur i prokurisë së posaçme, pasi ka bërë të mundur, po them, largimin e një grupi të strukturuar kriminal nga parat publike dhe nga një institucion i cili është i rëndësishëm veçantë siç është Akshi, se bashkë me parat, po them, Akshi menaxhon informacionin e shtetit shqiptar. Personat të cilët, po them, fitojnë tendera nga Akshi kanë akses në databazat më të rëndësishme të vendit, si në ASHK, polici, tatime, dhe kjo e bën më pas një grup të strukturuar kriminal me fuqi shumë të madhe në Shqipëri dhe pasurit janë shumë fakt kur shikon që janë 40 milion euro, por duke patur parasysh atë që ka prodhuar Akshi, kam përshtypjen që janë shumë pak, sepse po flasim për një institucion i cili në 10 vitet e fundit mund të ketë tenderuar ndoshta mbi 500 milion euro dhe nga mënyra se si këto para më pas shpërndaheshin bën të dyshosh që pjesa më e madhe e këtyre parave mund kenë kaluar në kompanitë e Ergysa Gasit apo personave të tjerë të cilat kanë qenë përpara Ergysa Gasit që menaxhonin Akshin të kenë kaluar më shumë se gjysma e këtyre parave, pasi ne vetë në komunikime në këtë dosje kemi parë që Ergysa Gasi thotë që ky tender duhet bërë 4 milion dhe nuk duhet bërë 2. Kështu që e kishte ai në dorë se sa duhet ishte një tender që do të prokuroroj në shoqërinë e informacionit.
Kështu që për gjitha këto që ne diskutuam, është shumë mirë që këtij grupi të dyshuar kriminal janë hequr këto para nga duar dhe i hequr ky akses në bazat e informacionit të shtetit shqiptar. Gjithë një kënaqësi kur të kam studio. Faleminderit.